Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se veni në Kallëza për një me. Në mbar rajonin, industria e ndërtimeve, industria e kazinove, industria e restoranteve, hoteleve, kafeterive, diskotekave e po ashtu bizneset të ndryshme janë duke u përdorur për të zhvilluar veprimtarinë e rrezikshme të shpërlarjes së parave. Kjo veprimtari ka mundësu që paratë e krimit me u shpërla në vende si që Kosova dhe Shqipëria. Në edicionin e sëntëm, do synojmë që t'ju sjellëm disa detaje, duke ju sjell rrëfimet e disa prokurorëve dhe aktorëve të tjerë, të cilët janë duke u marrë me hulumtime dhe hetime të shpërlarjes së parave në rajonin e Ballkanit. Do nisim me prokurorën e SPAK, Doloreza Musabeliu, e cila do na flas në një intervistë ekskluzive për emisionin ton për rastet të cilat SPAK është duke i hetuar, e po ashtu për strukturën e organizatave kriminale shqiptare të cilat veprojnë dhe kanë rrezik për të shpërlar parat edhe në Shqipëri, po edhe në Kosovë. Bashkë me pas intervistës me prokurorin Doloreza, do vazhdojmë me një intervistë me Fatmir Karalitin, zyrtarin nga Policia e Kosovës, i cili merret ekskluzivisht me hetimet financiare, të cilat kanë të bëjnë edhe me shpërlarjen e parave. Në fund, do ndjekim edhe një intervistë tjetër me prokurorin Ersan Çavolli, i cili nga Peja ka arritur të ndërtoj disa raste të shpërlarjes së parave dhe të sekuestroj pasuri, e cila është kriju prej shpërlarjes së parave. Po fillojmë me intervistën të cilën e kemi zhvilluar me prokurorën Doloreza Musabeliu në zyrat e SPAK në Tiranë. Prokurori, Shqipëria ka qenë në mecin e vendeve të identifikuar si vend potencialisht për shpërlarjen e parave. Çka ka është bërë deri tash në këtë drejtim? Atëherë, unë mund t'ju them që Prokuroria e Posaçme ka treguar një kujdes të veçantë për luftën kundër pastrimit produkteve veprës penale dhe të veprimtarisë kriminale. Duke qenë se kjo vepër është një ndër krimet të cilat ngelen përparësi e grupeve kriminale shqiptare. Sa i takon çështjeve të pastrimit të produkteve në Shqipëri, ato kryesisht hetohen paralelisht në kuadër të procedimit të lidhur me veprat penale të korrupsionit, të trafikut të narkotikëve, të kryer në bashkëpunim të posaçëm, ato të grupit të strukturuar kriminal apo organizatës kriminale, si dhe veprat të tjera penale të cilat gjenerojnë të ardhura. Cilë sektor të krimit kanë më shumë para për me shpërlarë në rajon Ballkanit? Hetimet e prokurorisë posaçme kanë treguar që një pjesë e konsiderueshme të ardhurave të cilat burojnë nga aktivitetet kriminale të paligjshme janë investuar apo injektuar në sektorin e ndërtimit, në biznese të ndryshme, në subjekte tregtare, në llogaritë bankare në emër të subjekteve tregtare apo të personave të tretë të afërm të personave të dyshuar, dhe po ashtu së fundmi është konstatuar përdorimi i tregjeve të kriptovalutave pikërisht me qëllim pastrimin e produkteve të veprës penale. Këto para janë para të trafikantëve të drogës, të kontrabandistëve, të korrupsionit? Shumica e këtyre parave vijnë nga trafiku i drogës, nga korrupsioni, nga kontrabandimi i njerëzve, nga krimet kibernetike, pra është një shumëllojshmëri, një gamë e gjerë, veprash penale të cilat gjenerojnë të ardhura dhe më tej ato pastrohen. Një risi që mund them është kohët e fundit, duke marrë në konsiderat 2022-2024, ne kemi një 4 fishim të sekuestrimit të subjekteve tregtare. Në qoftë se ne në vitin 2010 kishim 10 subjekte tregtare të sekuestruara, në 2024 ne kemi 44 subjekte. Pra kjo tregon tendencën e grupeve kriminale për të përdorur pikërisht këto subjekte tregtare si një mënyrë apo një mjet për pastrimin e produkteve të veprës penale. Pra shifet një përsosmëri e mënyrës dhe metodave të pastrimit të produkteve të veprës penale. Po flasim për shuma milionëshe, miliardëse, sa vlerësohet që është shuma e parave që mund të shpërlahet në Shqipëri? Për një periudhë 5 vjeçare, nga statistikat tona, për një periudhë 5 vjeçare, vlera totale e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara kap shifrën 182.5 milion euro. Pra ju shikoni vetë se çfarë qasje ka pasur Prokuroria e Posaçme në drejtim të masave kundër produkteve të veprës penale. Pashtu unë duhet theksoj që strategjia e ndjekur nga Prokuroria e Posaçme në drejtim të masave kundër produkteve të veprës është shtrirë në 3 dimensione. Pra, së pari, në sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve të veprës penale, në konfiskimin e vlerës, në konfiskimin e baraz vleftës, pra vlerës ekuivalente, dhe së treti, në aplikimin e ligjit 1092 datë 3/12/2009 për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese të pasurisë, siç quhet ndryshe ligji antimafia.
Dhe sigurisht kjo qasje ka sjellë atë rezultatin që unë ju thash pak më përpara, vlera 182.5 milion euro, mendoj që nuk është një vlerë e vogël dhe që duhet marrë në konsiderat në punën e kësaj prokurorie. Nga cilat vende llogaritet që vijnë paratë e kundërligjshme që shpërlahen në Shqipëri? Nga raporti dhe analiza e prokurisë posaçme janë evidentuar përafërsisht 16 grupe kriminale të rrezikshme, të cilat operojnë kryesisht në Itali, në Belgjik, Holland, Spanjë, Gjermani, por dhe me grupet kriminale shqiptare kemi një bashkëveprim. Sigurisht nga gjitha këto aktivitete kriminale të kryera në këto shtete, një pjesë mund të pastrohen andej dhe një pjesë pastaj pastrohen edhe në Shqipëri. Dhe ne kemi pasur shumë kërkesa nga autoritetet të huaja, të cilat procedojnë shtetas shqiptar për vepra penale të ndodhura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe ne fillojmë këtu hetimin pasuror dhe sekuestrimin e aseteve kriminale që janë produkti i veprimtarisë kriminale. Nga hetimet që i keni pas deri tash, këto 16 grupe, a kanë pas lidhje edhe me grupet e cilat kanë bazë në Kosovë ose kanë veprimtari në Kosovë? Në fakt, nga analiza që ne bëm në Prokurinë e posaçme, rezulton një rast shumë i suksesshëm që ne kemi pasur me Prokurinë Speciale të Kosovës. Ka qenë një hetim i dyanshëm, Prokuria Speciale e Kosovës dhe Prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila ishte në fushën e krimeve kibernetike dhe mashtrimit kompjuterik. Konkretisht të dyshuarit në këtë rast kishin shfrytzuar hapësirat ligjore për regjistrimin e disa subjekteve ekonomike në Kosovë me objekt dhënie konsulence dhe dhënie të shitje të shërbimit telefonik nëpërmjet internetit VoIP. Dhe në këtë rast ka qenë një skem shumë e specifikuar, sepse viktimat e krimeve të mashtrimit bënin transfertat në llogaritë bankare të kompanive Guack, të cilët kontrolloheshin nga autorët e krimit, dhe mandej nëpërmjet faturimit fiktiv të shërbimit të konsulencës si dhe të shërbimit telefonik VoIP, ato transferoheshin në Republikën e Kosovës dhe në subjekte ekonomike në Shqipëri. Mund të them që në këtë rast në Kosovë janë sekuestruar 182 milion euro, 1.5 milion euro në llogari bankare dhe po ashtu në Shqipëri janë sekuestruar vlerat konsiderueshme pasuri të luajtshme të paluajtshme llogari bankare. Ka qenë një operacion shumë i suksesshëm. Aktualisht këtu ne kemi në proces gjykimi të dyshuarit për veprën penale të mashtrimit kompjuterik të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kurse në Prokurinë Speciale janë duke u gjykuar për pastrimin e produkteve të veprës penale. Ky grup bazën e ka pasur në Shqipëri apo bazën e ka pasur në Kosovë? Nuk ka qenë një bazë e përcaktuar mirëfillti, por ato bashkëvepronin së bashku. Pra, autorët shqiptar shfrytëzonin në shtetasit shqiptar me qëllim për regjistrimin e këtyre operatorëve ekonomik në Kosovë, me qëllim që t'i përdornin për të tërhequr, për të kryer veprime llogari në bankë dhe për të tërhequr para kesh. Dhe një pjesë e këtyre parave janë investuar në Kosovë, një pjesë në Shqipëri. Pra, ka qenë një bashkëveprim midis disa shteteve. Dhe informacionin në fakt na i dha Gjermania për këtë rast. Ekziston një përshtypje që tregu i ndërtimeve përdoret për shpërlamjen e parave edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Cili është vlerësimi juaj? Nuk është një përshtypje, por është një realitet në fakt, sepse hetimet tona kanë treguar dhe hetimet e fundit, sidomos dhe nëpërmjet të dhënave që ne kemi marrë nëpërmjet SkyCC, janë evidentuar dukshëm që një pjesë e parave që vijnë nga aktiviteti kriminal janë investuar pikërisht në këtë fushë. Pra, ne kemi parë dhe kemi sekuestruar njëkohësisht biznese, kompani ndërtimi, të cilat janë të financuara dhe ushqehen, le të themi, me paratë e ardhura nga aktiviteti kriminal. Është një gjë e dukshme, konkrete në Prokurinë e posaçme, për cilat ne kemi operuar me sekuestrim. Si zhvillohet procesi, si futen paratë e krimit në sektorin e ndërtimit? Çka e mundson këtë proces? Tani fillimisht në sektorin e ndërtimit apo në subjekte tregtare, pikërisht kjo është ajo metoda e sofistikuar që unë thash që përdoret, sepse në pamje të parë këto veprojnë si kompani të ligjshme. Pra, është një kompani ndërtimi apo një subjekt tregtar i cili është i ligjshëm në pamje të parë, por duke u injektuar para nga jashtë, nga subjektet kriminale, fusin para kesh nga jashtë, atëherë aty bëhet pak problematike situata, sepse duke u injektuar para episët, duke u pastruar nëpërmjet aktivitetit të këtyre kompanive tregtare, kërkon një punë të mirëfillt hetimore me qëllim që të evidentohet aktiviteti i kësaj kompanie apo i këtyre bizneseve tregtare.
sepse ato bëjnë balancat këto pasqyrat financiare, balancat i bëjnë në rregull sipas pikpamjes tyre, por ne duke patur prova të tjera, të cilat provojnë që këto të ardhura nuk janë si rezultati i aktivitetit normal të kësaj shoqërie, por kanë ardhur si rezultati i induktimit në të ardhurave të ardhura nga aktivitete të paligjshme. A ekziston rrezik që paratë të Shqipërisë, të krimit organizuar prej Shqipërisë, më u investu në Kosovë në sektor të ndërtimit, sidomos? Këtu në Shqipëri kishte investuar para të gjeneruara nga aktiviteti kriminal në Gjermani. Tashmë ne kemi hapur një procedim pasuror në kuadër të ligjit antimafia dhe janë sekuestruar një numër i konsiderueshëm pasurish të paluajtshme, të luajtshme, llogari bankare dhe procesi është ende në gjykim. Për me mrime luftu shpërlavën e parave do të me pas bashkëpunim të strukturuar midis dy shteteve ose midis gjithë rajonit. A mbrin Republika e Shqipërisë me pas bashkëpunim të mirë me Republikën e Kosovës në drejtim të përcjelljes së aseteve, në drejtim të hetimit të secilit rast të dyshim të shpërlarjes parave? Patjetër, unë përmenda si një rast tipik rastin në Fjalë, i cili ka qenë një bashkëpunim tepër i suksesshëm dhe i frytshëm midis Prokurisë Speciale dhe Prokurisë Kosovës, por sigurisht ne kemi dhe raste të tjera, jo vetëm për kuadër të pastrimit të produkteve të veprës penale, ne kemi dy skuadra të përbashkëta hetimore të nënshkruara midis Prokurorisë Kosovës dhe Prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe bashkëpunimi ynë ka qenë dhe vijon të mbetet shumë i ngushtë dhe shumë i frytshëm midis dy shteteve. Përpos sektorit të kriptovalutave dhe sektorit të ndërtimit, në cilët sektor të tjerë ekonomik ju keni identifikuar që ka potencial dhe rrezik për më shpërla paratë? Pra, në ndërtim kryesisht në biznese, subjekte tregtare, llogaritë bankare janë një tjetër aset që përdoren për të fiktivisht në emër të subjekteve tregtare apo fiktivisht në emër të personave të tretë të lidhur me personat e dyshuar. Pra ata jo gjithmonë i hedhin pasuritë në emër të tyre sepse din riskun që këto pasuri një ditë do të identifikohen dhe do të sekuestrohen, por përdorin të trikun që i vendosin në emër të familjarëve të tyre, personave të afërm, me qëllim që të mbulojnë origjinën e tyre të paligjshme. Por sigurisht hetimet evidentojnë, shtrihen gjerë dhe duke parë për shembull në një hetim që një person i tretë i lidhur me një person X të dyshuar nuk ka pasur mundësi financiare të krijojë ato pasuri, atëherë dukshëm del që kjo është një le të themi regjistrim fiktiv në emër të këtij personi. Pra është çështja e hetimit pastaj për të identifikuar dhe sekuestruar këto asete të paligjshme që vijnë nga aktivitetet kriminale. Nga hetimet të cilat ju i keni pas, a ka rezultuar në ndonjë rast ku pasuria ka ardhur prej jashtë vendit, është investuar në Shqipëri dhe është rieksportuar prapë në vendet prej ka ardhur, Itali, Gjermani, Belgjikë etj. Flasim për fenomenin e rikthimit të parave të krimit në zona ku është përfituar. Ne kemi pasur një rast kur autoritetet e huaja kanë kërkuar sekuestrimin e pasurisë me anë të ligjit antimafia, por në këtë rast, në bazë të këtij ligji, nevojitet një marrëveshje midis dy shteteve për të përcaktuar se si do të ndahet kjo pasuri. Pra nëse bëhet fjalë për pasuritë paluajtshme, duhet të bëhet një marrëveshje konform ligjeve dhe konventave për ndarjen dhe përqindjen e caktuar që do t'i kalojë shtetit kërkues dhe shtetit ku është investuar pasuria. Dhe pastaj është çështje se si vendoset midis dy shteteve për të proceduar më tej me këtë problematik. Por unë mendoj që nuk është kjo problematika kryesore, sepse kur vjen puna që kemi diskutuar me shtetet të huaja, ato vërtet interesohen që për pjesën e tyre, por në fundit qëllimi final i goditjes së produkteve të veprës penale është realizuar dhe nuk ka rëndësi se u godit këtu apo u godit në Itali apo në Kosovë. Ne mendojmë që qëllimi ynë i përbashkët për luftën kundër pastrimit produkteve është realizuar. A ka prova që parat janë kthyer në vendet prej ka kanë ardhur? Në format të investime, në investime kapitale, në qarkullime bankare etj. Ose eksportimi i parave për në zona të tjera ku njihen si shell shtetet? Patjetër, nëpërmjet përdorimit të këtyre bankave të kriptomonedave, ka ndodhur një fenomen i tillë i transferimit të parave jashtë dhe brenda vendit me qëllim kryerjen e transaksioneve të ndryshme për blerjen e lëndës narkotike apo për kryerjen e krimeve të ndryshme. Për shembull, ne në një operacion që patëm përdoreshin një exchange për të kaluar para në momentin kur të dyshuarit nuk ishin, dhe ato përdoreshin sikundër ne evidentuam më vonë për vrasje. Pra parat të cilat vinin nëpërmjet një exchange paguheshin vrasësit me pagesë. Kështu që dhe shumëllojshmëria e investimeve që këta persona kryejnë. Në mentalitetin e Ballkanit ekziston një përshtypje që shpërlarja e parave ka me sjellë zhvillim. Unë nuk e mendoj që shpërlarja e parave sjell zhvillim, sepse
Shpëlarja e parave dëmton tregun ekonomik të lirë, pra ti duke futur para të ardhur nga aktiviteti kriminal, ti dëmton atë biznesmenin e ligjshëm, e ndershëm, i cili është duke punuar me forcat e tij, le të themi. Dhe këto para të cilat induktohen nga jashtë, sigurisht prishin ekuilibrat e ekonomisë së lirë dhe të biznesit. Sa është e rëndësishme pas edhe dëshmitar brenda grupeve kriminale të cilët mrin me njoftu prokurorinë dhe autoritetet për dukurinë e shpëlarjes parave. Atëherë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse është një provë gjallë e cila të dëshmon për një dukuri, për një fenomen që ka ndodhur më përpara apo që do të ndodhi, dhe sigurisht është një provë shumë e rëndësishme e cila do të kryqëzohet me prova të tjera që prokuroria do të zhvillojë në drejtim të nxjerrjes së faktit. Për shembull, ne kemi një rast aktualisht në gjykim kur kemi 3 bashkëpunëtorë drejtësie, në fakt ajo është për një grup kriminal për vrasje, por bashkëpunëtorët përveç elementeve të vrasjeve na kanë dhënë shumë elemente edhe për veprën penale të pastrimit të produkteve. Pra na kanë dhënë informacione që persona të tjerë të dyshuar para të aktivitetit i kanë fshehur në emrin e X-it, Y-it në një fabrikë, në një subjekt tregtar, të cilat nga verifikimet tona në fakt kanë rezultuar ashtu dhe duke i kryqëzuar dhe me prova të tjera ne kemi arritur që t'i sekuestrojmë këto prova. Pra ka qenë një rast shumë i suksesshëm, qoftë në drejtim të evidentimit të vrasjeve të kryera ndër vite, por edhe të investimeve dhe të pastrimit parave në sektorin e ndërtimit dhe të biznesit. Po flasim për një mentalitet ku qytetarët dhe gjithë shoqënia mendon që pastrimi i parave paraqet zhvillim për ekonominë tona. Çka duhet me ndodh me u kuptuar që këto para kanë me sjell dhe me vazhdu me sjell krimin edhe pasigurim në vendet tona dhe çka duhet me ndodh me ndryshu ky mentalitet. Atëherë, ky mentalitet unë mendoj që nuk duhet ekzistojë më dhe gjithë ne duhet jemi koshient, sepse futja e parave të pistas prish ekuilibrat e ekonomisë tregut, të bizneseve, të subjekteve ekonomike dhe ne duhet bëjmë një punë maksimale në drejtim të luftës kundër pastrimit produkteve, të bëjmë aq sa ne mundemi për sekuestrimin e këtyre aseteve, për t'u bërë të ditur të gjithë këtyre subjekteve që në qoftë se ata do të vazhdojnë dhe do të sofistikojnë metodat e pastrimit të produkteve, sigurisht edhe prokuroria do të ecë me të njëjtën hap për të identifikuar dhe për të luftuar këtë fenomen i cili mendojmë është mjaft i rrezikshëm në drejtim të goditjes së ekonomisë së lirë. Në ambientin e Kosovës kemi një sfidë ku shumica e hetimeve të krimeve të ordinero ose krimit të organizuar zhvillohet pa u zhvilluar dhe hetimet financiare dhe hetimet të shpërndarjes parave. A mundet me u luftu krimi i organizuar nëse nuk i konfiskohen dhe sekuestrohen asetet të cilat ata i kanë për Jo, atëre është një pikë shumë e rëndësishme mendoj, sepse ne paralelisht në çdo çështje penale fillojmë dhe një hetim pasuror në bazë të ligjit 1092 që unë e përmenda dhe që quhet ndryshe ligji antimafia. Është ajo që ju thatë, sado që ti mund godasësh një grup kriminal, nëse ti nuk godet asetet kriminale, ti nuk e goditur atë grup, sepse grupet punojnë me fuqi financiare. Nëse ti i godet fuqinë financiare, ti efektivisht e ke goditur atë grup. Pra, ne në çdo çështje të krimeve që ne kemi, fillojmë paralelisht hetim pasuror. Po ashtu unë e përmenda edhe pak më përpara dhe çështjet e pastrimit produkteve dhe veprës penale. Zakonisht pjesën më të madhe të tyre, 78% shkojnë në kuadër të procedimeve të lidhura. Çka do të thotë kjo? Pra kur unë filloj një hetim për korrupsion, automatikisht filloj dhe për pastrim produkti, sepse ato lekë që janë marrë me korrupsion diku kanë shkuar, diku janë investuar. Ose është kryer trafiku i narkotikëve në formën e grupit strukturuar kriminal apo organizatës kriminale dhe janë përfituar një vlera të konsiderueshme. Atëherë fillohet edhe hetimi për pastrim të produkteve, sepse këto vlera diku janë investuar. Dhe në fakt ne kemi pasur sukses në këtë drejtim. Kjo qasje që ne kemi pasur me këtë strategji ka dhënë rezultate shumë pozitive në drejtim të sekuestrimit të aseteve dhe të luftës kundër pastrimit të produkteve dhe veprës penale. Shikues të nderuar, prokuroria nga SPAK na tha shumë fakte interesante. Janë rreth 16 grupe të strukturuara kriminale të cilat operojnë në Shqipëri, të cilat mund të kenë edhe ndikim në shtetin tonë, pra edhe në Kosovë. Industria që mundet mu përdor është call center e po ashtu është edhe industria e ndërtimeve për mu shpërla këto pare të krimit të cilat janë gjeneru prej krimit të organizuar shqiptar në mbar Evropën. Janë miliona, por mos me thonë miliarda euro, të cilat këto grupe i kanë në dorën e vetë dhe presin me investu në zonat ku ne jetojmë dhe ne banojmë. Normalisht për me luftu shpërlarjen e parave në Kosovë ka të ndërtu mekanizmat e tjerë.
Fatmir Kalaliti drejton njësinë e hetimeve të policisë të Kosovës, e cila merret me trajtimin e shpërlarjes së parave dhe me hetimet financiare. Do zhvilloj një bisedë me zotin Kalalitin për me kuptu se çka ka ndërmarrë policia e Kosovës deri më tani, e po ashtu për me kuptu rrezikun i cili i kanoset ekonomisë, po dhe qytetarëve tonë prej shpërlarjes së parave. Kapitan, në analizat e policisë të Kosovës, në cilë sektor në Kosovë ka potencial edhe rrezik me pas ma shumë shpërlarje të parave? Në analizat që i bën policia e Kosovës, cilat analiza janë periodike, mund të jenë edhe vjetore, zakonisht ato analizat shpërndahen në të gjitha sektorët e mundshëm, por këto do të thotë analiza kanë rezultuar që më së shumti sektorët më të targetuar janë ndërtimi, mund të jenë patundshmëritë, por në raste specifike kemi edhe të veprimtaritë që ofrojnë shërbime të natyrave të ndryshme. Çush rrinë me u shpërla parja në ndërtime në Kosovë? Zakonisht këto janë forma të ndryshme që përdorin grupet apo organizatat kriminale. Ata futen si aksionar në biznese që mund t'i quajmë të lehtëshme apo edhe blejnë aksionet të ndara, por zakonisht kjo bëhet me anë të investime me parë cash në formë të huazimeve dhe formave tjera më të lehta. Përmendet që njëna prej problemeve të mëdha në sektor të ndërtimit fenomeni i kompenzimit, pra punë për banesë, banesë për punë në këtë fenomen. A e shihni ju si rrezik këtë fenomen dhe a është kjo realisht rruga e cila përdoret për nëmrimi shpërla parat? Format e kompenzimit janë forma shumë të shpreha të ndërtimit, sidomos të ndërtimit në Kosovë. Dhe në këtë rast, mundësia e grupeve kriminale apo kriminalëve që të fusin parat me lehtë, por unë besoj që po bëhet një punë e madhe tani në Kosovë, duke formuar grupet e përbashkëta apo Joint Investigation Teams, ku i kemi të involvuara policinë, ATK-n, doganën, dhe kur këto tri institucione bashkëveprojnë në hetimin e këtyre rasteve, do të jetë shumë e lehtë arritja e qëllimeve për parandalimin e këtyre rasteve, duke involvuar gjithnjë, duke na mbështetur gjithnjë në këtë rrugë edhe njëjtë Kosova apo Ministria e Inteligjencës Financiare. Është përmend vazhdimsi që Kosovë ka rrezik me ardhur dhe pare prej vendeve që është Anglia, Gjermania, Zvicra, pare të krimit. Nuk flasim këtu për paret e diasporës, por për pare të krimit dhe mu investu këtu. Sa është një rrezik këto? Ky rrezik është potencial për çdo shtet, nuk e përjashton edhe shtetin tonë. Po thamë edhe më herët që mendojmë që sistemi financiar i ndërtuar në Kosovë është i tillë, nuk është imun edhe ndaj këtyre, si themi, hyrjeve nga grupe kriminale që mund të jenë të Evropës, të Anglisë apo dhe më tutje, por ne besojmë që Kosova qëndron mirë në këtë aspekt dhe mundësia e depërtimit nëpërmes sistemit bankar të ne është shumë e vështirë. Po, a kemi dhëna apo kemi dyshime që pare cash mund me ardhur nëpërmjet edhe aeroportit dhe pikave kufitare, pra pare të cilat janë kriju prej drogës, prej veprimtarive kriminale në Evropë, me ardhur në Kosovë dhe mu investu? Ardhja pareve cash është dukuri e cila nuk mund të stopohet 100% për shkak se ardhja e njerëzve mund të bëhet nëpërmes rrugëve toksore, ajrore, ujore, në rastin tonë rrugëve toksore dhe ajrore, por ne besojmë se në këtë drejtim po punohet intensivisht, sidomos në hyrje apo në pikat kufitare ku policia dhe dogana po kryejnë punën e tyre në mënyrë shumë profesionale dhe raste të tilla janë vetëm disa që janë raportuar tek ne. Është mundur një gjë e tillë, por ne po synojmë të ndërtojmë një sistem ku kontrollat që ushtrohen nga administratat tatimore në objekte ndërtimore të jenë kontrolla jo vetëm për shmangjet tatimore, por që të jenë kontrolla edhe që dëshmon bazën investuese në rastin konkret. Baza investuese do të arsyetoj edhe investimin që është bërë në këtë rast. Dhe në momentin kur aty shifet që kemi një diskrepancë mes, lartësisë së investimeve dhe lartësisë së fitimit që është bërë këtu, automatikisht aja do ta sinjalizoj sistemin e prokurisë apo sistemin e policisë, i cili do të kyçet dhe do të bëjmë hetim të përbashkët. Ekziston një përshtypje që ngritja e çmimeve, edhe të banesave në cilat jetojmë, edhe të shtëpive ku jetojmë, tregon për investime edhe të parave të krimit në një vend. Në rajon po përmendet si rritja e çmimeve të banesave, e cila është imponuar prej shpërlamjeve të parave. Edhe në Kosovë kemi një tendencë të rritjes së çmimeve të banesave. Apo na jep kjo një sinjal që është nisë më investu pare e kundërligjshme në blemjet banesave, blemjet prona në vendin tonë?
Siç dim, vepra penale pastrimit parave ka impakt jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik një vendi. Rrit inflacionin, bën çrregullim të stabilitetit ekonomik të atij vendi dhe kjo jep një sinjal të qartë. Unë mendoj që absolut nuk mohohet kjo që futja e parave të krimit e destabilizon tregun, por ky treg në Kosovë është apo rritja e çmimit mund të është ndikuar edhe nga faktorë tjerë, siç është inflacioni apo zhvillimet globale ekonomike në Evropë dhe në botë. Por megjithatë është një sinjal që neve na ka ngrit, që si themi, alarmi që duhet të orientohemi në këtë çështje. Prandaj është tepër e rëndësishme që të gjithë aktarët duke përfshi këtu dhe subjektet ekonomike private, të jenë të vetëdijshme që nëse dikujt ja mundsojnë pastrimin e parave, futjen e parave të krimit në ekonominë e rregull, do t'i bëjnë përveç shoqërisë në tërësi edhe vetvetes, sepse kjo dëmton një biznes të shëndetshëm edhe një biznes i cili fitimin e mbështet në lishmëri. Përpos sektorit të ndërtimit përmenden edhe sektori gastronomi si hapësirë ku mund mu shpërla parate, po ashtu është përmenden edhe sektori kazinove në vendin tonë. Ekzistojnë mendime ndryshme të ekspertëve se cili sektor është më i atakuar dhe ku mund mos leti grupet kriminale të depërtojnë. Ne mendojmë në këtë rast, unë personalisht mendoj që veprimtarit apo subjektet ekonomike që ofrojnë shërbime janë subjekte që duhet të kemi shumë kujdes sepse është mundësi shumë më e lehtë se sa veprimtarit tjera. Ta marrim me shembull, ne kemi pas rastin e call centrave. Po këtu duhet të jemi në sqarim se kemi call centra të lishme që zhvillojnë veprimtari të lishme, por ekzistimi i call centra apo i veprimtarive tjera shërbyese është shumë i lehtë për futjen e këtyre, domethënë organizata apo kriminalëve me qëllim që të bëjnë pastrimin e parave. Sa përket lojrave të fatit, ajo është ndalemi te call center. Çu është zhvilluar shpërlamja e parave me anë të kësaj veprimtarie? Kjo veprimtari është veprimtari e cila është vështirë të mbikëqyret. Është vështirë të kontrollohet sasia e punëve që kryen. Dhe në personat që dëshirojnë që të kryejnë pastrimin e parave kanë lehtë me anë të deklarimit të punëve të kryera që në realitet janë punë fiktive. Është vështirë për sistemin që të ketë kontroll, sepse zakonisht call centrat kryejnë veprimtari jashtë shtetit. Është vështirë që këto gjëra të kontrollohen. Do të thotë në një farë forme mbaren nga vullneti i tyre se sa ata të deklarojnë. E në rastin e pastrimit të parave, ju e dini që ne nuk kemi të bëjmë me shmangje tatimore, po kemi me vit deklarim të fitimeve me qëllim që parat e pesta të futën në sistem. Shumë më rëndësi me shpjegu për publikun, pse bizneset të cilat shpërlajnë pare deklarojnë më shumë të hyra dhe fitim se sa bizneset tjera të cilat e bojnë evazionin fiskal që synojnë me deklaru ma pak? Nëse më lejoni do ta bëja një sqarim, sepse kemi biznese shumë të ndershme që deklarojnë njerëzakonisht shumë tatime, por deklarojnë tatime reale, duke llogaritur fitimet që i kanë bërë. Nuk do të doja dikush të ndihet kaq në këtë aspekt, sepse kjo është një obligim ligjor dhe ne kemi shumë biznese që janë jashtëzakonisht të disiplinuara edhe që i kryejnë obligimet shtetërore në mënyrë perfekte. Por të rastet e organizatave kriminale, apo të rastet e kriminalëve të ndryshëm, apo personave të cilët dëshirojnë që të kryejnë pastrimin e parave, ata i mbështesin veprimet e tyre në punë fiktive dhe me qëllim që të arrisin sasinë e parave që janë jashtë sistemit, ta fusin në sistem, arrisin taksat. Prandaj është detyrë e institucioneve që në rastet të tilla, kur një veprimtari jo e madhe fitimprurse deklaron vlerë të lartë të tatimeve, të kemi një kontroll apo të kemi një fokus, sepse kjo është një rrugë ku parat të cilat janë jashtë sistemit apo parat që janë të jashtëligjshme dëshirojnë që nëpërmes këtij biznesi të futen në sistem. Nëse marrim shembull një kafiteri e cila shpërlan pare, për me shpjegu mirë para publikut, a nuk kupton kjo që kamarieri është i obliguar me shtyp më shumë kupon fiskal se sa realisht ka shit? Nëse flasim për veprimin operativ, kjo është një ta marrë me shembull, ne kemi një autolarje, apo kemi një kafeteri, apo kemi një butik i cili po të shtrohet një kontroll, shifet se ka një qarkullim shumë të vogël, por nëse i kontrollojmë dhënat financiare apo deklarimet që i bëjmë pranë autoriteteve, ata kanë një deklarim shumë të lartë e që është në jo profesionalitet me punën që ata bëjnë. Do të thotë, ky veprimtari kryhet duke deklaruar shitje apo duke shtypur faktura fiktive që në rastin konkret nuk kemi blers. Ata
vetëm e bojnë raportin ditor duke deklaruar një rritje enorme të fitimit në baza ditore apo periodike. Kjo do të na jep një sinjal të qartë se këtu diçka nuk është në rregull dhe ne do të orientohemi sepse ne nuk kemi shumë, si themi, arsyeshmëri të njerëzve se ne po japim buxhetit shtetit mjete financiare. Nuk na nevojiten, buxhetit të shtetit ton nuk i nevojiten parë të pesta. Buxhetit të shtetit ton i nevojiten parë që janë të lishme e që rrjedhin nga puna e ndershme e bizneseve dhe punëtorëve tonë. Qytetarët e thjesht nuk mrinë edhe me kuptu shumë çka është fitimi i kësaj pune, me i marë parat e paligjshme, me o pagu tatimet, me shtyp ma shumë fatura, me deklaru ma shumë shitje se sa, me shit ma shtrejt se sa që realisht e ka vlerë. Për qytetarët, ndoshta për qytetarët të cilat nuk janë pjesë e sistemit, kjo është diçka e pakuptueshme, po te organizatat kriminale kjo është synimi parsor, që mjetet e fitura me me vepra penale apo me aktivitet kriminal, mjetet e pesta apo jashtë sistemit t'i fusin nëpërmes formave të ndryshme në sistem dhe më pas ato mjetet të investojnë në vërimtari të ndryshme ekonomike, që më pas të duken si mjetet që kanë rrjedhur nga një aktivitet i lehtëshëm ekonomik. Dhe cilët janë pikat e kuqe që ju shihni si në Kosovë, prej rasteve që i keni hetu, pra, nëse marrim për shembull një rast të drogës, a është shoqëruar gjithmonë një narkotrafikant me një biznes tjetër në cilën potencialisht ka mujt me i shpërndar parat? Nuk ka qenë gjithmonë që është shoqëruar, por janë mundu që të gjejnë hapësira apo të gjejnë bashkëpunëtor në arritjen e këtyre qëllimeve dhe zakonisht synimi parsor i tyre është që këto mjete nëpër një biznesi fiktiv apo një biznesi të rrethit familjar apo kudo qoftë, këto mjete t'i fusin në sistem dhe më pas t'i paraqesin si mjete të përfituara në forma të lehtëshme me qëllim të investimit të mëpasshëm në veprimtari të ndryshme ekonomike. E tash, ky biznes i cili merr parat e kundërligjshme, pra e keni po përmendëm një kushëri që është marrë me drogë, po e përkthejmë kështu shumë bufalisht për qytetarin, dhe i ke marrë parat e tij dhe i ke fut në qarkullim. A rrezikon me hub krejt biznesin e vet për shkak se ka përdorur para të kundërligjshme? Ky biznes është në bashkëkryrje me personin i cili fut këto parë, do të thotë biznesi rrezikon të ndiqet, po do të ndiqet penalisht dhe rrezikon mbylljen e tërësishme. Prandaj është një thirrje apo një apel për të gjithë ata që kjo veprimtari përveç që nënkupton ndjekjen penale dhe ndëshkimin për këtë punë, nënkupton edhe mbylljen e një biznesi i cili po të este në forma të lehtëshme do të gjeneronte të hyra për personin apo për familjen e tyre. E përmendës që janë të rrit kapacitetet dhe vazhdimisht kemi përmend që ka pak pasuri të cilat janë sekuestruar apo janë konfiskuar për shkak se kanë pas prejardhje të kundërligjshme. Apo i bën kjo që tash do të më nis pak me u friksu këta që i kanë bërë këto punë për shkak se ligji ka marrë çdo ditë më shumë të zbatu më shumë. Kosova ka ecë mjaft mirë sa përket legislacionit duke bërë adaptimet edhe të fundit të ligjit të fundit që po ndryshohet dhe po është në proces të miratimit. Ne kemi ecje shumë të mirë edhe sa përket sekuestrimit të pasurisë. Kriminalët duhet ta kuptojnë që pastrimi i parave paraqet një vepër të rrezikshmërisë së lartë shoqërore. Sistemi juridik i Kosovës është shumë i interesuar edhe shumë i angazhuar që këtë veprimtari ta ndalojë dhe për këto veprimtari dhe për këta persona do të ngushtohen hapësirat e veprimit gjithnjë më tutje. Ekziston një përshtypje që na duhet me leju shpërlamin e parave për shkak se kena nevojë për zhvillim ekonomik. Në anën tjetër ekzistojnë disa njerëz të cilët sikur ju që po synoni me luftu. Pse mendoni që është e dëmshme për ekonominë? Asnjë ekonomi. Ne do të kthehemi në retrospektivë të zhvillimit ekonomik dhe të marrim praktikat e shteteve më moderne, këtë rast të shteteve perëndimore. Në asnjë rrugë dhe në asnjë mënyrë pastrimi i parave nuk ndihmon zhvillimin ekonomik. Pastrimi i parave ndihmon vetëm zhvillimin e organizatave kriminale, të cilat organizata kriminale në një të ardhme do të na rrezikojnë sigurinë tonë nacionale, personale, të familjeve dhe fëmijëve tonë. Nëse ne jemi të përkushtuar të luftojmë pastrimin e parave, ne do të kemi një shoqëri të zhvilluar dhe fëmijët tonë do të jetojnë në një ambient të pakontaminuar. Kemi dëgjuar shumë arsyetime të tilla, kur thonë, po disa shtete janë zhvilluar duke marrë për bazë pastrimin e parave. Asnjë shtet nuk zhvillohet duke marrë për bazë pastrimin e parave. Këto shtete i ablejojnë organizatave kriminale që ta marrin drejtimin e shtetit, ku gjithçka varet nga bosi, ku vullneti i qytetarëve pasqyrohet vetëm në letër dhe jo në realitet.
Në ato shtete ku pastrimi parave e ka marrë hovin gjoja të zhvillimit ekonomik, aty kemi një organizat kriminale në nhije, e cila përcakton kush do të jetë polici, ushtari, doganjeri apo edhe zyrtari shtetëror. Në asnjë formë Kosova nuk do të mund, apo vendi ynë nuk do të mund të zhvillohet me para që na vijnë nga rrugët e grupeve të ndryshme kriminale. Ato përkundrazi ndikojnë në ndaljen e zhvillimit ekonomik, krijojnë inflacion dhe krijojnë një çrregullim të rregullt ekonomik. E kuptojmë që na kemi një diasporë shumë të fuqishme, e cila ndihmon jashtëzakonisht në zhvillimin ekonomik të vendit, por ne kemi dhëna që i pasionon Banka Qendrore e Kosovës, apo BÇK-ja, që miliarda euro vijnë nëpërmes rrugëve legale. Edhe investohen në ekonomi, dhe për këtë ne jemi shumë në rregull, dhe për këtë thjesht në zhvillimin ekonomik të vendit tonë, diaspora ka një hise apo një angazhim të jashtëzakonshëm. Ne po flasim për parë të cilat vijnë nga individ apo grupe kriminale, të cilat fitohen me rrugë të ndryshme të krimit, duke mos përjashtuar asnjë veprimtari penale, siç është kontrabandimi me narkotik, kontrabandimi me armë, mashtrimet apo falsifikimet të ndryshme që zhvillohen në bashkëpunim me rrjete të ndryshme kriminale. Çfarë më thon njerëzve që dalin në rajon i shohin, e kemi Shqipërinë, e konstatojnë edhe ata vetë që investimi që ka ardhur për shpërlarjes të parave ka ndërtu objekte dhe po duket një investim që ka ndodhur atje. Çka më thon këtyre njerëzve që thonë, "Okej, hajde të marrim këtë model." Nuk do doja të përmendi Shqipërinë si rast të posaçëm, por do doja të Po e përmendi për shkak se sot atje është një betejë e madhe me këto grupe, shteti është dashur me investu miliona tash për me luftu ato që është ndërtu. Unë do t'ju thoja njerëzve që për neve është më rëndësishme që fëmijët tanë të jenë të lirë, të zhvillohen, dhe që të kemi një zhvillim ekonomik të kontrolluar, kur themi të kontrolluar, jo të kontrolluar nga shteti, sepse ne jemi sistem evropian i ekonomisë, ku ekonomia e lirë vazhdon të jetë tutje, por duke qenë e kontrolluar nga pamundësia e futjes së parave të pista apo të produktit të veprës penale në ekonominë e rregullt. Në asnjë formë shoqëria jonë nuk do të përfitojë nga këto mjete. Përkundrazi, këto mjete do të krijojnë çrregullim ekonomik, i cili çrregullim ekonomik në një të ardhmen të afërm që në falimentimin e bizneseve që sigurojnë mira vende pune dhe që sigurojnë që buxheti i shtetit tonë të jetë i qëndrueshëm. Nuk mund ta kuptoj absolut idenë se këto para që janë krijuar për shembull nga grupe që veprojnë në diaspora apo jashtë shtetit janë të nevojshme të ne. Absolut. Ne jemi të përkushtuar dhe do të angazhimi ynë është i palekundër që këto mjete dhe këta njerëz të vinë para drejtësisë. Në Kosovë dhe si është trend i zhvillimit po thoya regional dhe global, kjo pasuri do të sekuestrohet, do të konfiskohet me vendime të formës superior të gjykatës dhe nuk do të ju lejohet në dorën e atyre grupeve që synim e kanë marrjen e pushtetit ekonomik e quajmë ne. E përmendet edhe sigurinë nacionale. Pse shpërlami e parave është rrezik për sigurinë nacionale të këtij vendi? Shumë shtete, sidomos shtetet e zhvilluara me një ekonomi të fuqishme, pastrimin e parave e fusin në mesin e prioriteteve të larta që paraqet rrezik për sigurinë nacionale. Rrezik për sigurinë nacionale paraqet sepse nëse ne lejojmë që grupet kriminale të pushtojnë fushërimtarinë ekonomike, ata do të marrin edhe drejtimin e shtetit dhe shteti do të qeveriset nga kartelat e drogës. Kjo është një diçka që ne nuk do ta tolerojmë dhe nuk bën ta tolerojmë. Dhe njerëzit duhet ta kuptojnë se kjo është e dëmshme për sicilin me përjashtim të një grupi të vogël të njerëzve, të cilët e kanë zgjedhur rrugën e krimit për të pasuruar dhe për të krijuar mira materiale. A kemi rrezik kjo me ndodh? Në Kosovë nuk kemi rrezik me ndodh, sepse sistemi është shumë i konsoliduar, dhe vazhdojmë të konsolidohemi edhe më tutje dhe absolut nuk do të lejohet të ndodhë një gjë e tillë. Nuk mund të themi që garant jemi ne, se ne jemi individ, garant është sistemi juridik i Kosovës që nuk do të tolerojë një gjë të tillë. A ka pas tentativa dhe plane që kjo me ndodhë në Kosovë tash?
Nuk mund të themi që ka pas apo s'ka pas, po na kemi rastin e grupit kriminal të Mitrovicës Veriut, apo grupit, siç njihet në opinion të grupit të Radojqiqit, i cili i zhvillon të gjitha veprimtarit kriminale që u cekën më lart dhe me pas nëpërmes organizimit politik apo nëpërmes partive politike, synon që të këto mjetet i fos në sistem. Goditja e këtij grupi është sinjali i qartë edhe për të gjitha grupet tjera se sistemi i Kosovës nuk do të lejon që një band kriminale me anë të pastrimit parave të vë shtetin në dilemë të ekzistimit apo të mos ekzistimit. Shikues të nderuar, jemi duke ndjekur intervistat të cilat i kemi zhvilluar me aktorë të cilët merren me hetimin e shpërlarjes së parave. Është mjaft me rëndësi me kuptu që mesazhi i tyre është i qartë. Shpërlarja e parave në vendin tonë ka me sjell varfëri, jo ashtu siç e perceptojmë ne pasurim dhe zhvillim ekonomik. Pra është e qartë, ne kemi me pagu banesa më të shtrejta. Çmimet në vendet tona kanë me qenë më të shtrejta, e po ashtu mundësitë për punë kanë me qenë më të pakta për shkak se kemi me pas shpërlarje të parave. Pra shumë më rëndësi të kuptojmë mesazhet të cilat jemi duke i marrë nga drejtues të institucioneve të sigurisë dhe ata të drejtësisë, të cilët kanë hetuar shpërlarjen e parave. Dhe mesazhet të cilat ata po na i thonë janë shumë të qarta. Shpërlarja e parave ka me pasuru vetëm një elitë, pra vetëm ata që i zotrojnë paratë, ndërsa në anën tjetër, qytetarët nuk kanë me përfitu fare prej shpërlarjes së parave dhe në një moment të caktuar edhe kanë më obligu me lëshu venin për shkak se biznesi i lidhur me krimin organizuar dhe shpërlarjen e parave nuk ka më na ofru mundësi në këtë drejtim. Po vazhdojmë me zhvilluar një bisedë tjetër, e cila po ashtu është mjaft e rëndësishme. Prokurori Ersan Qavolli do na sjell një rast interesant, se si ata kanë mri me zhvulu një rast të shpërlarjes së parave i cili lidhet me industrinë e ndërtimit dhe shitblerjes së pronave, për me pa thjesht dhe me kuptu jo se si zhvillohet shpërlarja e parave edhe në vendin tonë dhe cilat teknika përdoren. Ta ndjekim intervistën me prokurorin Qavolli. Zoti Qavolli, në rajonin e Pes ka pas disa raste të hetuara për shpërlarje të parave. Çush i keni gjetur dhe në çfarë veprimtarish? Apo fillimisht më duhet të njoftoj se ligji për prokurorin speciale ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit 2023 dhe si i tillë ai ka parapat që tani vepra penale e pastrimit të parave, kur vlera e pastrimit është deri në 500.000 euro, mund të hetohet edhe nga niveli themelor i prokurorive themelore. Ne e kemi pas një rast të cilin e kemi hetuar, bëhet fjalë për një viktim i cili ka qenë viktim e faljes dhe është paraqitur drejt për drejt në prokurorinë themelore në Pej, ku ka raportuar se është viktim e faljes. Ne këtu kemi ndërmarrë shumë veprime hetimore dhe kemi arritur që t'i arrestojmë 3 persona. Gjatë fazës së hetimeve, përkatësisht gjatë fazës së hetimit financiar, ne kemi siguruar prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë edhe nivelin e dyshimit të bazuar mirë se njëri prej të pandorëve ka kryer edhe vepra penale të pastrimit të parave. Çush e ka zhvillu veprimtarinë e shpërlarjes parave ky person? Fillimisht më duhet ta elaboroj ndoshta në pika të shkurta aspektin e pastorisë çush ne e kemi hetuar dhe çush kemi mbri deri te provat për pastrim të parave. Aspektin e pastorisë unë do ta ndaja në 3 aspekte. Aspekti i parë është pastoria e cila ne kemi dyshuar se është përfituar me vepër penale. Aspekti i dytë është pastoria për të cilën njëri, po 2 të pandërit nuk mund ta justifikojnë apo arsyetojnë atë pastori, si dhe aspekti i tretë është çështja e pastrimit të parave. Sa i përket aspektit të parë, ne kemi siguruar prova të mjaftueshme se vlera e dëmit të shkaktuar me vepër penale të faljes është rreth 20.000 euro dhe në këtë kontekst ne kemi rekomanduar edhe në këtë akuzë konfiskimin e 20.000 euro nga llogaria bankare në njërin prej llogarive bankare që gjendet në Republikën e Kosovës. Ndërsa pjesa tjetër i është nënshtruar ligjit për kompetencat të zgjeruara, ku bëhet fjalë për pasuri kogjat madhe, ndoshta jo milionshë, mirë po rreth 400.000 euro aty pastoria e 2 të pandërve. Ndërsa pjesa që ka me pastrim të parave bëhet fjalë për një shtëpi të blerë në qytetin e Pejës. Çush e ka shpërla parët tu, çush dyshoni që në shpërla parët tu ble shtëpi në Pejë? Njëri prej të pandërve, ne kemi ndërmarrë shumë veprime hetimore, sidomos pas ngritjes së këtij akuzës, veprime hetimore financiare dhe këtu njësitë financiare të Policisë së Kosovës kanë krijuar një punë të shkëlqyer në bashkëpunim me NIF-in, ku njëri prej të pandërve ka një shtëpi në një fshat të Pejës, të cilën shtëpi e ka shitur për gati 1.980.000 euro dhe e ka përvilluar një kontratë nëse nuk gaboj të bëj fjalë për vitin 2019, një djaloshi të moshës 20 vjeçare i cili jeton në Amerikë. Mirë po, nga shitja kësaj shtëpie, i njëjti nuk e ka pranuar asnjë
të hyrë prej personit i cili e ka bler shtëpinë. Pra ne kemi konsideruar se bëhet fjalë për një kontratë fiktive, për shkak edhe të vlerës shumë të madhe, cila nuk korrespondon me realitetin që është aty. I njëjti menjëherë pas shitjes dhe sigurimit të kësaj kontrate, fillon disa deponime cash në llogarinë e tij bankare, bëhet fjalë për të panderën, pra. Ku i deponon 70.000 euro nëse nuk gaboj në 3 faza, ndërsa arsyetimi i deponimeve të këtyre ceket nga shitblerja e shtëpisë dhe numri i po asaj kontrate nga e cila nuk e ka pranuar asnjë hyrë. Të njëjtat holla, pasi e blen një shtëpi në pej, këto të holla i transferon tek shitësi i shtëpisë në pej, për vlerë rreth 70.000 apo 80.000 euro. Dhe ne këtu e kemi gjetë gjitha fazat e pastrimit të parave për shkak se kemi vendosjen, shtrezimin dhe integrimin, ku në rastin konkret në momentin kur janë transferuar parat tek shitësi i shtëpisë në pej, atëherë ne kemi kontrolluar se janë konsumuar gjitha elementet e veprës penale të pastrimit të parave. Pra, personi ka marrë disa pare të cilat nuk ju dihet prej ardhje, janë pare të krimit, dhe i ka deponuar në bank tu e përdorur një kontratë e cila është lidhur me dikon në Amerikë. Saktë, ne e dim që qëllimi i pastrimit të parave është që paraja e palishme të duket apo të bëhet sikur se e lishme. Dhe në rastin konkret e dim që ligji për pastrimin e parave e kërkon edhe një aktivitet kriminal. Në rastin konkret aktiviteti kriminal i referohet veprës penale të fajdës. Për shkak se ne tash e kemi një aktgjykim për këta persona që janë dënuar për vepër penale të fajdës, dhe më nuk ka dilemë që aktiviteti kriminal për ne është fajdja. Ndërsa dytë pandehurit nga pas lufta deri ditët kur e rritur akt akuza nuk kanë punuar askund. Hyrat e tyre të ligjshme janë zero. Ndërsa kanë të hyra siç mund të jenë të hyra të veteranit, ose mund të kenë edhe transaksione që janë dërguar nga jashtë. Mirë, po të hyrat e ligjshme janë zero dhe ne kemi ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme financiare, duke përfshirë edhe sigurimin e faturave tryme, sigurimin e faturave të ujit, internetit dhe fatura tjera, dhe kemi bërë një analizë sikur të njëjtit do të kishin kursyer pare, prej si kanë hapur llogaritë bankare, atëherë ata do të mund të arsyetonin vetëm 8% të pasurisë. Kjo në versionin më të keq, pra sikur të njëjtit mos kishin shpenzuar asnjë para, mirë, po vetëm të kishin kursyer, atëherë veç 8% do të mund të arsyetonin. Pra në rastin konkret të gjitha ato të hyra konsiderojmë se janë të hyra të palishme. Si prokuror, çka mendoni? Në cilat fusha shpërlahet parja më shumë në Kosovë? Ka disa sfera, ndërtimet, bizneset e tjera? Po, unë mund të flasë ndoshta prej këndvështrimit tim dhe rastet që i kam punu. Në rastet që i kam punu me fajde, sikur se në rastin konkret, e kemi gjetë pastrimin e parave përmes të shitblerjes të pronave. Në këtë rast e pa që janë deponu parët, është shit fillimisht një pronë me një kontratë fiktive për të kur nuk ka pranuar para, pastaj janë fut parët në bankë, si dhe janë transferuar tek shitësi i shtëpisë. Mirë, po e di që pastrimi i parave bëhet edhe përmes të ndërtimeve, kohëve të fundit e dim që sfidë në vete paraqesin edhe çështjet e kriptovalutave, për shkak se edhe aty ka informata që mund të bëhet pastrimi i parave. Përmendet që është decentralizuar hetimi, pra dhe prokurorët themelor tash kanë të drejtë me hetu deri në 500.000 euro shpërlarjen e parave. A është keni shpresë që kemi me pas më shumë raste të hetimit shpërlarjes të parave në Kosovë? Po, unë shpresoj dhe jam shumë i bindur që do të ketë shpresë dhe do të kemi raste të shpërlarjes parave, duke referuar shumës të cilat na përket neve, pra nivelit themelor. Ajo çka është tash duke ndodhur, unë po flas për vetë rastet të cilat unë i hetoj, ku kryesisht bëhet fjalë për vepra penale sa gjenerojnë të hyra, atëherë thuaj se në të gjitha rastet kur kemi dyshim i angazhojmë edhe hetues financiar, përmes të cilave mund të sigurojmë edhe prova nëse kemi dyshim se është kryer ndonjë vepër penale e shpërlarjes së parave. A pretni me pas rritje të sekuestrimit dhe të rasteve të shpërlarjes së parave nëse tash i marrim gjitha krimet që do të hetohen edhe për shpërlarjen e parave? Në qoftë se gjejmë elementet këtyre vepra penale, atëherë sigurisht se presim që do të ketë rritje. Unë po flas për vetë rastet që unë i kam trajtuar dhe ku kam aplikuar edhe ligjin për kompetenca të zgjeruara. Nëse nuk kemi mujt me gjetë elementet veprës penale pastrimit të parave, atëherë ne kemi aplikuar ligjin për kompetenca të zgjeruara. Që ta zojmë rastin konkret që e përmendet, edhe pse pastrimi i parave bëhet fjalë për atë shtëpinë që e përmenda, mirë, po të panderi i kanë edhe rreth 50.000 euro cash në llogari bankare. Po ashtu të njëjtit e posedojnë edhe një shtëpi tjetër, e posedojnë edhe një banesë në Prishtinë, dhe gjitha këto, edhe pse nuk ka mujtur të ndërlidhen me veprën penale pastrimit të parave, ne shumë mirë kemi gjetë bazën ligjore duke aplikuar ligjin për kompetenca të zgjeruara. Dhe gjitha këto prona janë të ngrira.
dhe vazhdojnë me qenë procedurë për mu konfisku besoj. Po, vazhdojnë me qenë në procedurë për mu konfisku, arsye pse vazhdojnë me qenë në procedurë për mu konfisku, është fakti se ne tani e kemi marrë një gjykim dënues, mirë ku është urdhëruar konfiskimi i një veture, si dhe konfiskimi i 20.000 euro nga njëra llogari bankare, ndërsa pjesa tjetër i është referuar ligjit për kompetencat të zgjeruara. Dhe tani ne jemi në pritje që gjykimi ta marrë formën e prerë dhe pastaj do të parashtrojmë një kërkesë për verifikim të pasurisë. Shikues të nderuar, është faktike që në rajonin e Ballkanit, shpërlarja e parave është një potencial i rrezikshëm për me dëmtu ekonominë tonë dhe mbarë shoqërinë, e po ashtu me rreziku edhe demokracinë. Në intervistat e cilat i kemi ndjekur, kemi kuptuar qartë që shpërlarja e parave ka mundësu me u financu terrorizmin, ka mundësu me u financu grupe të cilat kanë rreziku sigurinë nacionale të vendit tonë, madje mund me rreziku edhe mirësinë politike të vendit tonë. Shpërlarja e parave po ashtu ka rreziku dhe vazhdon me rreziku ekonominë e ndershme të vendit tonë. Pra, një biznes i cili shpërlan para është biznes i dëmshëm për lagjen dhe komunitetin tonë. Arsyet janë shumë të qarta. Bizneset e ndershme, të cilat nuk shpërlajnë para, do obligohen të falimentojnë. Dhe kur falimentojnë, e vetmja mundësi për ta është emigrimi apo nënshtrimi para bizneseve të cilat shpërlajnë parë. Në çdo situatë, shpërlarja e parave nuk ka ofru zhvillim ekonomik dhe ka ofru gjithmonë shtrejtim të çmimeve dhe ka ofru gjithmonë shtrejtim të jetesës së qytetarëve të rëndom. Pra, duhet ta kemi të qartë. Në rast se do tolerojmë shpërlarjen e parave në vendin tonë, ne do të kemi një situatë ku çmimet e banesave në Prishtinë, në Gjakov, në Pej, në Gjilan apo në secilin qytet tjetër do ngriten aq lart sa qytetarët e Kosovës nuk do të mrrijnë mi përballu ato. Edhe çmimet e jetesës do ngriten, për shkak se tek shpërlarja e parave, krimit i intereson që çmimet të jenë të larta. Pra, në rastet kur do të kemi shpërlarje të parave, një pije në kafeteritë tona do të kushtoj disa herë më shtrejt, vetëm për faktin që ata që i kanë parat e krimit do e kenë më të lehtë me i pagu ato. Ndërsa ne, qytetarët e thjeshtë të këtij vendi, nuk do të kemi mundësi që me parat dhe rrogat tona ti paguajmë të çmimet të cilat fryhen vetëm për shkak të shpërlarjes së parave. Kjo është njëra prej serive të emisioneve të cilat ne do ja dedikojmë shpërlarjes së parave. Normalisht gjatë gjithë javës do kemi edhe transmetime të tjera të cilat lidhen me këtë dukuri dhe në edicionin e radhës do të kemi edhe një transmetim të një dokumentari i cili do na sjell detajet dhe pasojat të cilat i ka pas shpërlarja e parave edhe në vendin tonë, po edhe në barë rajonin. Ne kaq kemi kohë për sonte për me diskutu për njërin prej temave mjaft sensitive në vendin tonë. E kemi nisë këtë seri për shkak se jemi të bindur që shpërlarja e parave ka me dëmtu vendin tonë, sigurinë dhe demokracinë tonë. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe në çdo situatë kur ju keni me pa dhe keni me qenë dëshmitar që bizneset ku ju punoni apo hapësirat ku ju jetoni ka shpërlarje të parave, me na i denoncu dhe ne do vazhdojmë me ndjekë dukuri për me mujt, me garantu prova dhe me investigu në drejtim të kësaj pune. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.